A ke ndonjë koment për Albin Kurtin dhe Edi Ramën? Nuk isha im politik për arsye se unë nuk jam i tërhjekun për kësaj punës, po nuk është politika. Jo, ndonjë koment. Albin Kurti është një politikan që po del më i pa korruptumit e tash, që kanë nevojë po flas për Kosovë. Për Shqipërinë s'kam drejt flas, sepse populli ka zgjedhja është cila do që tjetë zgjedhja, demokracia nuk lejon, opozita është, por mene opozita ishtë dashtë me qenë në ekonomi, kërkon tjetër. Sa ti me pas opozit në ushtri, ushtria të me qenë ushtri, policia, rendi, siguria, mbi gjitha. Opozit duhet me konë ekonomia, nepotizmi, vjedhja, e përsëritur. Apo këton të ndrën një minister për me orë një tjetër minister për me orë të ministri. Që të pasurojnë dhe aji, pa. është e të mërshme. Dhe është... Nuk po di, nuk po du politikë se nuk as i shë. Nuk i shë. Unë ka menu që estrada është me poshtra, po Beratim ka thonë që edhe gazetarët janë të poshtra. E ka fjallën për gazetarët e politikës? Me sigurisht. Gazetarët e artit të shqibirëve politikë. Ata knaqën të ka dikun. Po sepse edhe ata ndoshta bëjnë pjesë korrupsionit dhe aferave. Absolutisht. Për këtë e thot kam përshtypje. Absolutisht. Nuk është se, po të thëmë, na jemi shumë populli durushëm, edhe e çuditshme është ku del Kosova populli lumtur, me kuptuar. Kush e thot populli lumtur? Kanë bënë farë listet popujve të lumtur. Na jemi para jush. Kosova është para Shqipërisë. Po vendi 18.